Sot, në monologun e tij të mashtrimit të së Edi Rama u ndal tek 9 maj dhe përsëri tentoi të mashtrojë shqiptarët, duke fshehur me të gjithë mediat e tij dhe në monologun e tij pa shqipruar asnjë fjalë por raport në Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian, raport në cilin damkosën zgjedhjet si një proces në të cilën linja midis institucioneve shtetërore dhe strukturave partijake u shue, vota u ble, financimet paligjshme etj. Në këtë raport theksohet se heqja e imunitetit duhet të bëhet pa asnjë pengesë dhe me përparësi, ndërkohë që Lubi Balluku vazhdon sot e kësaj dite të jetë zëvendës kryeministre në hije me të gjitha funksionet e saj. Raporti dënon rrokullisjen e Shqipërisë në korrupsion në 9 vende më poshtë se ç'ishte natyrisht dhe mburojnë që Edi Rama u bëri lindave të tij të akshit. Në raport ngrihet përsëri mungesa e rolit të parlamentit në procesin e integrimit, ndërkohë që kërkohet që parlamenti të ketë një rol qendror. Denoncohet qëndrimi i qeverisë ndaj minoriteteve, ndaj mediave, qëndrimi i papërgjegjshëm ndaj fëmijëve shqiptar, ku sipas raportit gjysmë e tyre jetojnë të përjashtuar apo në rrezik varfërie. Dënohet me forcë Ballkani i hapur dhe nismat e tjera, siç ishte letra Vučić-Rama në Frankfurt Allgemeine Zeitung, si përpjekje për të minuar procesin e integrimit. Pra, Edi Rama fshehu një dokument themelor të Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Sikundër, ai nuk shqiptoi një fjalë të vetme për raportin Ibar dhe Coelho, që ka shqyrtuar shqyrton atë raport shumë herë, parën dakord për variantin përfundimtar të tij, por duke shtuar gjithnjë më shumë kushte dhe kërkesa nga vendet anëtare prej Shqipërisë, që prej 5 muajsh gjerë sot. Në monologun e tij, ai foli për një startup i cili duket se është diella e mediave. Sipas Edi Ramës, që kontrollon 90% të mediave, sot 60% të kohës e merr opozita, çka do të thotë se Edi Rama i paguaj ka mediat, i shpall investitor strategjik, u jep miliona që t'i japin opozitës përparësi një mashtrim i madh siç ishte diella për luftën kundër korrupsionit. Flet për kongresin e ligjit që do mbahet në Tiranë, pa çka se Shqipëria përfaqësohet nga një nga kockat më të rrezikshme mafioze të Shqipërisë dhe të Ballkanit, i damkosuri Alket Hyseni. Këto ishin çështjet në të cilat sot ai mashtroi më shumë.